Edhe këtu, në këtë vartë të krijuar po prej tij, është njëkohësisht një shënjesë e dyfishtë. Dhe pyetjet janë të shumta, përveç të tjerësh, përveç që paras ndërhyrjes në sistem. Ai ka krijuar një, le të themi, jo më gjë, si reforma në drejtësi. I shpartallim drejtësisë në këto 35 vite për cilën do të flasim pas pak. Për t'i vënë një armë Edi Ramës në dorë për të mbaruar punët e tij dhe po mos ndëshkuar pikërisht këto grupe dhe këto kartele. Dhe kjo është një plagë e përbashkët, nëse mund ta quajmë kështu, me atë që ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kur të kuptohet, nëse është kuptuar, mund të jetë kuptuar tani. Kemi vënë që kanë filluar Ramës, edhe shkrim që kisha bërë sot, 3 nga besnikët po, ndalemi pak tek ato, sa ty do të ndalesh tani. Më të afërt të kryeministit do thoja, është Endri Fuga, Enjo Llagaçi dhe Vali Bishga, shefi i kabinetit, e larguar e fundit. Për të cilët vazhdimisht është raportuar që janë larguar, po rrethanat shëndetësore dhe rastësore i kam quajtur unë, shëndetësore Llagaçi dhe Bishga, pra të raportuara nga zyra e Ramës dhe Fuga për një arsye jo shëndetësore, por një shëndet ligjor, financiar apo gjëra të cilat ai veti di. Pra, ky ishull sigurie bashkëpunëtorës që Rama kishte, ka filluar të paktën në 4-5 muajt e fundit të largohet. 3 më të afërtit. Bishka është larguar me 3 shtator, mos gaboj, dhe në harkun e këtyre largimeve unë gjej mjaft ngjarje të tjera amerikane që kanë kapitull edhe Tiranën. Kemi të ngarkuar me punë që shkoj, mbani më në të vizitë 20 minutë në Këshillin e Ministrave. Po, të ngarkuarës të Nancy Van Horn, për cilën e kujtojmë, nuk ka pasur asnjë njoftim për mediat mbrapa, as nga ambasada amerikane, as nga zyra e kryeministrisë, që në raste të tjera ka pasur zellin të njoftojë në fakt. Është bërë misë në ngushtë. Po. 26-28 gusht domane ishte në Shtetet Bashkuara në konferencën kundër narkotikëve, me 2 dhe 3 shtator kishte takime në departament prapë antidrogës, për byros kundër narkotikëve. Javën nga 2 deri në 8 shtator takohet me prokurorët e servisit të Marrëzisë, sepse lufta nuk është vetëm në Shqipëri, është rajonale, ka kartelet janë me fuqi ballkanike dhe më tej. Po, na e konfirmoi pak ditë më parë dhe Papadopoulos këtë gjë. Sigurisht po, ndihmësi i presidentit Trump. Është gjithë kjo hartë droge e instaluar në këtë gadishull, Ballkanin po flas, ku Shqipëria zë një peshë të madhe. Po në president, çfarë bënte Nancy Van Horn para partitës të ditës së fundit? Natyrisht ata mund vihen ndjeni nga ana si profesorë të kësaj historie. Nuk dua të kaloj për te. Kjo vizita në kryeministri besoj se ka qenë një nga mesazhet e forta se çfarë kemi, çfarë po bëjmë, çfarë do të bëjmë dhe me këtë do ta bëjmë. Natyrisht ata njerëz aty që Rama di për këtë histori. Është njeriu që ka informacion të plotë. E kanë vënë një dhe vazhdojnë t'ja bëjnë të ditur gjithmonë më tepër, betejën që kanë me të, personalisht, dhe me ekipin e tij, qofshin qeveritarë, bashkiak, njerëz në polici, në drejtësi, prokurori, gjykatë, kudo. Pra është gjithë kjo, do të themi, ky miting trafikantësh, në cilë janë të identifikuar dhe janë në shënjesër, ata nuk kanë asnjë lloj arsye shpresë se mund të dalin, thjesht janë duke fituar kohë, janë duke marrë kohë, qofshin këta ministra, zëvendëskryeministra, kryeministër, janë në këtë filtrin i luftës madhe. Kjo është lufta e re, le të themi, që ka hapur Shtetet Bashkuara, por ne jemi një nga degët e kësaj agjende të madhe. Po pse? Jemi në problem sepse jemi vetë përfshirë, nuk është puna se na kanë futur ata me dashjen e tyre të shohin çfarë bëhet në gjë në Shqipëri, se jemi gjeografikisht një pikë. Ose duhet të sqarohet edhe kjo se por aktivitetin, për aksionin dhe përfshirjen e kryeministit, pra kemi të klani Sorose, kemi të trafiku i drogës, kemi të pastrimit parave, kemi të krimi organizuar, nuk di se ku do kemi tjetër, se çështjet e linjave ajrore dhe fizikës bërthamore nuk i mbulon kryeministri. Dhe gjithë kjo lëndë e parë, jo vetëm DEA, por edhe materiali Sky Anchors ka që është marrë që vitin e shkuar nga Shtetet Bashkuara, pra lënda e parë. Ka të dhëna të mjaftueshme për përfshirjen e çdo qeveritari, çdo zyrtari të drejtësisë, çdo pushtetar, po sigurisht, duke përfshirë edhe kryeministrin. E gjithë kjo me të dhënat e mëhershme me grupet jo Aruba, jo Ekuadori, ministra nuk janë më thjesht legjenda urbane, thua ti. Meksikës në sesionin e OKB-s. Po, që bëri një deklaratë shumë të fortë. Ka pasur shumë zhvillime gjatë këtij muaji kur e mendon, ëh? Ne u bëm targë, u bëm pjesë bisede në sesionin e OKB-s si një vend me fuqi narkotike, i shpërndarë në vendet e Amerikës Latine, Ekuador, Venezuelë, Brazil, Kolumbi, pra Medellini është, le të themi, ka një binjak në Tiranë.
Dhe në këtë kuadër... Shtu duk nga deklarata, e cila u bën në mes të OKB-s. Dhe kjo nuk mund të anashkalohet. Kjo nuk është një lajm fshati, me gjithë respektin, gjithë origjinave.